Puna zëvendësojnë me indian, motoristët e Volt protest në rrugët e Tiranës. Një numër i madh korrierësh që punojnë për platformën e shpërndarjes së ushqimit kanë dalë në protestë masive në rrugët e Tiranës, duke kërkuar respektimin e të drejtave të tyre dhe duke denoncuar uljen e tarifave të pagesës. Madje sipas tyre ata dyshojnë se shteti po favorizon marrje në punë të punëtorëve tuaj të cilët ofrojnë shërbime nën kosto. Korrierët kanë vërshuar mbrëmjen e djeshme me motorët e tyre në rrugët e kryeqytetit duke i rënë vazhdimisht borive në shenjë proteste, siç duket edhe nga pamjet e publikuara. Kjo është hera e dytë që motoristët dalin në protestë në Tiranë pasi edhe një vit më parë kanë tërhequr vëmendjen te kushtet e punës. Protesta e parë u sulmua nga propaganda dhe edhe PR-i i kompanisë që ndërhyri kudo për të hequr çdo gjurmë të asaj proteste me raportime mediatike, me foto dhe me video. Megjithatë, polemika, me sa duket, është mbarsur dhe ka vendosur të shpërthejë duke treguar se asgjë nuk është zgjedhur dhe se problemet janë po aty. Mbrëmjen e djeshme, motoristët e Volt kanë dalë në rrugët e Tiranës në një protestë që ka pasur si qëllim masivitetin dhe tërheqjen e vëmendjes tek problematikat e kushteve të tyre të punës. Ata kanë paralajmëruar se protestën do të avancojnë më tej me qëllim për të zgjidhur çështjet që kanë ngritur në fillim të reagimit të tyre protestues ndaj kompanisë. Është bërë një protestë e madhe ku është treguar pakënaqësia dhe masiviteti i kësaj proteste që do të vijohet, ka thënë njëri nga protestuesit.